Lufta kundër korrupsionit dhe konfiskimi i pasurive të krimit mbetet ende kusht për Shqipërinë për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Në konferencën nga konfiskimi tek mira publike, i ngarkuari me punë i Bashkimit Evropian, Andre Rizo, nënvizoi se vendi ynë ka bërë progres në këtë drejtim, por mbetet ende rrugë e gjatë përpara. Lufta kundër krimit të organizuar vijon të jetë sfidë në Shqipëri, rajon dhe të tjera shtete. Krimi organizuar sot vepron përmes kufive, teknologji gjithmonë më të sofistikuar, minojnë besimin publik, gërryejnë sundimin e ligjit. Shtetet duhet të ndjekin penalisht aktorët kriminal dhe të godasin në zemër të krimit organizuar. Një nga mesazhet më të qarta është që krimi nuk paguan. Ja pse përdorimi i aseteve të konfiskuara për qëllime sociale është i dobishëm, sepse kthen pasurinë e paligjshme në vlerë publike. Duam të sigurojmë që këto burime të përdoren efektivisht në ndihmë të grupeve në nevojë. Për ministrin e Brendshëm Besford Lamallari, puna kryesore nuk është vetëm konfiskimi i aseteve të krimit, por kthimi i tyre në shërbim të qytetarëve. Pasuritë e krimit nuk mund të humbasin apo të harrohen në qitapet e agjencisë që ne gjetëm kur erdhëm në pushtet, e cila kishte punonjës por nuk kishte regjistra. Pasuritë të cilat nuk mund të degradojnë dhe as mbeten rangullina të shkuarës tyre kriminale. Ata duhet kthehen në dobi publike, në shërbim për komunitetin dhe në investime për institucionet dhe qytetarët. Lamallari bëri të ditur se gjatë vitit 2025 janë sekuestruar qindra pasuri me vlerë mbi 61 milion euro, ndërsa në administrim ndodhen mira pasuri të sekuestruara dhe të konfiskuara.